ato që është kjo, se i ka shpall qeveria, domethënë qeveria civilna zashtitën edhe atjetën i ka shpall qeveria jo gjykata. Edhe brigadën e veriut. Po. Ka ingerencë, autorizime me bë. Normali u desh një analizë e tillë, po pas sulmit banës ka pas mendoj që të drejtë. Unë besoj që ka pas të drejtë ligjërisht me bën një gjë të tillë. Pse so bë, ajo është çështje tjetër. Tani jemi këtu ku jemi dhe për atë për shkak që partitë politike konsiderojnë po çështje se kanë ballë tash jemi në realisht ata janë të zgjedhur kushtetues, ti po bën thirrje me thiu kushtetutën tonë. Jo, unë po them po bëj thirrje çore. Jo kushtetutën. Ti prova nga një gjykat po më shpall terrorist. Jo, zashtita kush i dha provë që ekziston. Mirë, ngam. Gjykata ku ta marr vendi. Përgjegjësi individuale më e bukur. Tani kjo është pikë pyetja, a është përgjegjësi individuale apo është e një organizimi? Civilna zashtitën a shpallën gjykata. Me vani pyetje. A kujtohet zoti Hodaj kur ka qenë Goran Rakić në kryetari i partisë? Edhe është. Dhe vazhdon të jetë. Dhe zoti Kurti ka dalë publik ka thonë, m'falni, zoti Rakić po lun rol konstruktiv në barikoda. Ati i përmend barikoda si inkriminim. Po unë këtu jam të kritiku zotin Kurti, apo tham pse se ka shpall terroriste. Unë nuk jam të Asni për gjykata me smundër. Ajo interpretim tjetër jo, së gjykata, po tham, kush e shpalli civilna zashtitën, a gjykata, qeveria, kush e ka shpall? Civilna zashtitën dhe brigadën e kush i ka shpall? Nuk janë organizata politike, o njerë. Nuk janë të regjistruar në KQZ, o shqiptar. Ka konotacion po organizata. Më peshkeli çdo kod moral tut këtë vend. Ka organizuar sëm terrorist. Është organizuar sëm terrorist. Zot politike regjistruar në KQZ Kosovës. Taolante ka lidhje ti mundesh me regjistru si jurist i diplomuar po flet si politikan. Po për politikë këtë tema komplet politike. Unë para se me ardhash përjashtimi i 10 deputetëve me noza juridike. Se ke ndaluar. Përjashtimi i 10 deputetëve serb nga secila ndërmarrje e krimit titulli përfituar meritorisht është shkelje e rëndë kushtetuese apo dëgjon Taolan se për ty e kam. Domethënë përjashtimi nga secila ndërmarrje e krimit të institucioneve të këtyre 10 deputetëve. Jo, kjo çfarë do bëhet tash është kushtetuese. Tash unë fola për të kaluar, jo për tash. Unë nuk jam dhënë se tash do të bëj veprime terroriste lista. Përkundrazi, ata janë çetsujen botë moderuar. Ata janë tash për momentin është keni listë serbe ndryshe nga asim që shukon. Janë të zgjedhur nga 100.000 serb të cilët tash janë shpall se su të bëhet një veprim terrorist. Dëgjom, son çka po flas kjo, unë e di që s'është popullore dhe tash ku më di që do as nuk e vola për popullore. Nuk flas për protagonizëm, as për populizëm. Jam interesuar me mbrojtje të drejtën e gjërave të këtij vendi, në cilën është krijuar dhe cila është baza e demokracisë. Ti testohesh si shtet Taoland, sa jep drejta minoriteteve. Cilo është shasi jot ato që përmendën më herët, edhe urtaku që tha me 10 deputet. Fal, po na jemi zhvilluar me 10 vota. Na jemi zhvilluar si shtet mbi çet premis. Pra na kemi marr garanca, kemi garantuar që drejtat e minoriteteve kanë më shku deri në pikë të fundit. Kjo është një test. Ky është një test. Ky është një test. Po nuk ka lista serbe me minoritetin serb, ti s'mundesh me konsideruar. Jo drejtat individuale të garantuara me kushtetutë. Kushtetuta e garanton drejtat individuale të secilit të minoritetit. 100.000 qytetarë politik serb që jetojnë në Kosovë. Subjekti politik mundet me bë veprime që shkojnë te organizata terroriste. Do shpishpall terroristë 100.000 veçantë vë duket listë. Jo, ata. Jo. Organizatorët organizatorët të gjyku. Organizatorët kanë ata organizatorë subjekte politik. Janë në kërkim. Do të thonë ata që votojnë ata. Ka çështë veprimi individual, ajo ka mu gjyku, ka mu dënu. Por ti çka tu thonë është shpalli terrorista kur një organizatë serbe që 100 vetë do të thonë kritere normale, nuk jam të thonë, po mendoj unë konsideroj që i ka plotësuar kriter në atë kohë, jo tash. Do të e thash Albin Kurti ka bë shkeljen dhe mashtrimin më të madh. A din çka ka rraj tjetër? Ka rraj kur ka thonë unë kam me bisedu me serb lokal. Sot përjashton totalisht. Nuk është në ndërrashje përfaqësuese serbe lokal. Harrojnë. Jo, më çfarë. Kjo është mashtrim. Është mashtrim i radhës. Dëgjoni, deshtëm, mekanizmat ligjore janë obligim i secilit që është në këto institucione, sepse është e kushtetutë. Don me përjashtu, merr zotnin, ndryshoj kushtetutën, ndryshoj nenë dhe përjashtoj këtë Kosovës, por dini një gjë, ekzistenca si shteti varet mbi të drejtat që ky shtet jap minoriteteve. Kuptojeni këto? Derisa se kuptojmë çto,
Derisa kanë mendu çdo ditë se çështë me përjashtu sërb piktujt, neve kanë menduar çdo ardhon edhe probleme. Kërkosh së folimi për ashtu sërbër, për kontrazi. Ne kemi drejta dhe të gjitha drejta duhet më dhënë. Logjika se thash është e jotja. Nuk duhet më sjell me ata që kanë sjell ata me ne. E pushtetit aktual. Që mi pas si pengesë që jetojnë po grupacionet, organizata që bojnë organizime strukturale, kriminale, atëherë duhet të shpallen grup i strukturuar kriminal, organizatë terroriste ka mekanizma ka kushtetut i shpallë dhe i bën. Sot ka, e thash, ka këtë akuzë Radojqiqi, ka në këtë akuzë dhe kretë të tjerë, gjykon, dënon, shpallën terrorista dhe kaq. Po, është individualisht nuk u ndihmë. Absolutisht individualisht në shoqë thamë. Nuk është strukturalisht. Këtë premis. Pyetja është a duhet strukturalisht të ndiqet ose strukturalisht ka pas elemente, tash ata se kanë konsideruar rregull se jam unë autoritet që strukturalisht është shumë komplekse kjo punë që ti mos me certifikuni subjekt politik. Serv dhe me shpall. Ka puna certifikimi. Tjetër se është mekanizëm tjetër kur ti e shpall. Okej, kur e shpall terroriste nuk certifikohet. E pastaj tjetër. Në rregull, unë shkova praktikisht. Se ti ke mujtë mos me shpall terroriste mos me certifiku. Po s'ka bazë. Po s'ka bazë, s'ka se s'mundesh me ndal. Është vendosur nga gjykata, s'ka bazë, unë pajtona me gjykatën. Derisa është vullneti i 100 mijëve që jetojnë këtu, na duhet me respektu, duhet me gjetë formë në cilën e respektojmë çdo vullnet tonë. Kjo nuk ja u lejon aty në komoditetin e veprime kriminale, është organizuar. Ligji një ka bëu veprim kriminal Radojqiqi. Sot e ka njek shteti i Kosovës në kryemin e Albin Kurtin, sot ka këtë akuzë, sot e kërkon ndërkombëtarisht. Ligji vepron këtu. Domethënë, po këtë grupin kriminal. Jam 2 sene të ndame këtu. Aty nuk e ka kryer një individ, aty na kemi pa një 4-50 veta dhe një. Na kemi pa edhe shtetin e Serbisë me ato harta ushtarake me ato çatu të kufini i Kosovës ku ju ka dhënë. Jo. Zoti Hoda i lexoi në 96 pikën 5 të kushtetutës tonë, cilën po të ketë. Për atë lexoje ti se përmend se di. Profesor Urtaku, ta pyes profesor Urtakun, a duhet është dashur sërbska të shpallët organizatë terroriste? Lista sërbe, si parti politike, si njësi që quhet parti politike, është regjistruar në Komision Qendror, po në KQZ. Jo, unë kam fjalën debati që nxitëm këtu është shumë e qartë çka tha Taulonte, nëse ka prova jashtëzakonshme, nëse autoritetet e kishin vlerësuar ashtu. E kishin vlerësuar sepse Taulonte shumë saktë tha. Edhe CZ-n, që është civila zashtitën, edhe këto tjerat, këto kanë qenë jo të regjistruar si parti politike, por kanë qenë si organizata tash të quhet të jo qeveritare, më the tash. Dhe ka qenë shumë e thjesht për ministrinë. Jo, ilegale, ata. S'ka qenë hiç të regjistruar me kërkun. Okej, ka qenë shumë e thjesht Halil për qeverinë dhe ministrinë e punës brendshme, me thonë këta njerëz janë jashtëligjshëm. Po ilegale, qerë. Për listën sërbe, e cila është parti e regjistruar në KQZ, aty merret vendimi me bazë analizës, sepse janë me